Përshëndetje të gjithëve, unë dua të ndalem në 3 momente për faktin sepse kam shqetësimet ardhur në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit Shqiptar. Në ligjin 69/2012 të ndryshuar në 2018, pikërisht me ligjin 48/2018, në nenin 72.6 thuhet. Në nenin 72 pas pikës 5 shtohet pika 6 me këtë përmbajtje. Personelit mësimdhënës i ka përfunduar studimet universitare në ish institutet e larta pedagogjike, diploma e përfituar i njihet si arsim i lartë 8 semestra për efekt page, pra paga e grupit 140. Kujdes, ka interpretime të gabuara në zëva të ndryshme lidhur me këtë pikë. Ka zëva që i referohen instituteve vetëm për arsimin fillor. Në fakt, bëni kujdes sepse duhet i referoheni edhe për institutet mësues të cilët janë të titulluar mësues të edukimit fizik. Përveç kësaj, do ndalem në një pikë tjetër, të drejtat dhe liritë sindikale. Në kodin e punës, në nenin 181.7, diktohet liritë dhe të drejtat sindikale ushtrohen në vendin e punës. Organizimet, shpërndarja e broshurave, takimet bëhen në vendin e punës. Sindikata nuk i bën takimet në familjen e mësuesve, as në lokalet pranë shkollës. Nga ana tjetër, liritë dhe të drejtat sindikale i gëzojnë të gjitha organizatat sindikale. Nuk janë privilegj i një organizate apo i një tjetër organizate. Mësuesit nuk janë peng i asnjë organizate sindikale. Mësuesit zgjedhin sindikatën që duan ata t'i përfaqësoj ose që i përfaqëson ata si ata e pretendojnë. Dhe një pikë tjetër që dua të ndalem, ju tërheq vëmendjen disa drejtorëve të institucioneve në qytete të ndryshme. Së fundmi kam një informacion nga Durrësi. Drejtorët e institucioneve arsimore përfshihen në organizimet sindikale apo ju japin punonjësve të tyre mësimor deklaratën e antarësimit. Kjo është ndaluar. Në nenin 186 të kodit të punës diktohet punëdhënësi e ka të ndaluar të përfshihet në organizimet sindikale. Kështu që kujdes, ka disa gjëra që ne në fakt i bëjmë herë pa dashje, herë se nuk e dinim ose në shërbim, vijemi në shërbim të dikujt, individ apo të ndonjë organizate, kundrejt, më lindet drejta ndonjëherë të them edhe përfitimeve, të bëjmë pa kujdes, të mos kemi drejtues që përfshihen në organizimet sindikale. Është ndaluar. Faleminderit.